Gjatë vitit 2025, mbështetja financiare përfshirë gjithsejt 90 përfitues, 32 bursa olimpike për lojrat olimpike Los Angeles 2028, 6 bursa për lojrat olimpike dimnore Milano Cortina, 46 bursa të programit Shpresa Olimpike, si dhe 6 trajner që vazhdojnë të marrin mbështetje financiare nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Të gjitha këto aktivitete dhe programe janë realizuar falë bashkëpunimit të ngushtë me institucionet ndërkombëtare, si Komiteti Olimpik i Kosovës i ndërkombëtar, Komiteti Olimpik i Evropës, ANOC dhe ICMG, të cilat dua t'i falenderoj për mbështetjen e vazhdueshme, sikurse Ministrinë për Rini dhe Sport që mbetet përkrahësi më i madh financiar i Komitetit Olimpik të Kosovës dhe federatave sportive. Konsideroj që bashkëpunimi me Ministrinë e Sportit dhe Rinisë tash, mendoj që do të vazhdojmë koordinimin në avancimin e sportit dhe politikave, por në njëjtën kohë edhe në punën e madhe që pret për organizimin e lojrave mesdhetare, që duhet të jetë një punë e përbashkët me qëllim që të arrihet synimi dhe kontributi juaj për të organizuar siç na ka hije si Republika e Kosovës.